sonte rrezikon të zhduket një civilizim i tërë. Në kupton kjo në mes rreshtave që Trump kërcënonte me armë bërthamore? Në dëshifrim, në komentim, mund të duket dhe mund të aludohet po. Por citati fjalis është, shif, ne kur flasim, kritikat e tilla ka pas jashtëzakonisht të mëdha në Amerikë. Dhe nga analist, ekspert, njerëz të mirë të kësaj fushës. Të cilët në fakt Trumpi njihet për një gjuhë të tillë. Jo, kjo ka qenë jashtëzakonisht ekstreme. Mund të them në citatin në Kosovë pak të kem kujdes në fjalorin, nuk po du të ranoj ma shumë, sepse në Amerikë quajnë edhe si njeri çmendur, njeri që ka probleme psiqike, po flas, ata çka konkludojnë. Por citati i tillë ka qenë shokues, të drejtën. Të zhduket një civilizim, të zhduket një popull. Na dim deklaratat fillim ka thënë në fillimin e protestave, në fund të dhjetorit dhe në fillim të janarit, që ne po që se dhe një pikë gjavje ne do të intervenojmë, populli iranian është popull me civilizim, me dignitet, me këto, tash dul që këtë civilizim do të shkatërrej. Dhe këtu mendoj që ka qenë e poenta që ka shoku edhe lider të ndryshëm botëror, mund të them, sidomos evropian, edhe kremën e Vatikanit. Po, kishte edhe nga Vatikani që do thotë, kjo fjali ka qenë tronditse. Por a ka qenë një lloj presioni, sepse Trumpi ka hyrë luftë. Problemi ka qenë si delen nga lufta. Sepse mendoj që në këtë konflikt të përmasave jashtëzakonisht të rrezikshme, kemi një fitu strategjik dhe një faktik. Që de facto, ky faktik është Amerika, që ende është fuqia numër 1 në botë, por mendoj që në aspektin strategjik e ndaj një mendim edhe me opinionin ndërkombëtar edhe sidomos të shtypit ndërkombëtar, që Irani ka arritur një fitore strategjike.